Në një deklarat për mediat nga Kryesia e Kuvendit, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu u shpreh se qeveria do të ndihmojë bashkitë për përballimin e situatës së krijuar nga përmbytjet që prekën vendin ditët e para të këtij viti. Ministri i Mbrojtjes u shpreh se do të rriten fondet për emergjencat civile, do të ketë investime në infrastrukturën mbrojtëse dhe 3.5 milion euro për familjet e prekura nga zjarri dhe përmbytjet. Punimet për hapje, çlirime, hapësirash, kanale mbyllimi, thellime nga më të ndryshmet në shumë bashki vijojnë. Riparimet e argjinaturave të prekura në javën e parë të janarit nga përmbytjet e javës së parë të janarit, edhe aty po vazhdojnë nga Ministria e Bujqësisë. Dhe nga ana tjetër ne kemi filluar punën e rehabilitimit në disa bashki të vendit, qoftë me komponentin civil, qoftë me repartet xheniere. Muaji janar është dhe muaji ku ne bëjmë thirrjen e projekteve kombëtare të industrisë të infrastrukturës parandaluese për bashkitë dhe praktikisht kemi një buxhet domethënës në funksion të digave, pritave lumore, kanaleve të ujrave të larta për çdo bashki, ndaj dhe përfitoj nga rasti që të ritheksoj vëmendjen që duhet kenë bashkitë në këtë proces, sepse kemi financime shumë të dobishme për ta. Ne po ndihmojmë bashkitë në dy drejtime. E para njëherë fondet e emergjencave civile, jo vetëm për infrastrukturën, po edhe për shpenzimet që lidhen me to, shpenzimet e zjarfikësve, shpenzimet operative të menaxhimit të emergjencës, po rriten ndjeshëm sidomos për bashkitë që kanë më pak buxhete. Kemi ndryshuar për llogaritjet dhe praktikisht bashkitë e vogla do të thoja unë do marrin më shumë fonde për të pasur dhe më shumë gatishmëri, të blejnë më shumë mjete dhe të rrisin dhe rrogat e personelit të tyre që kanë qenë vazhdimisht një problematikë. Elementi i dytë janë elementet e infrastrukturës, praktikisht mësimi i gjitha këtyre emergjencave ka qenë që kanalet e kullimit duhet vazhdojnë të pastrohen rregullisht dhe jo vetëm në mënyrë sezonale. Të investojmë në infrastruktura duke mos pranuar asnjë devijim të kanaleve nga objekte pa leje apo situata vështirësie të tillë. Dhe pastaj edhe forca armatosur, Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do bëjnë dhe dy investime, domethënëse rinovimi i flotës mjeteve toksore me një fokus për mjete të emergjencave për zona pyjore, zona malore me kalueshmëri të vështirë dhe këtu do ndihmojmë realisht bashkitë në zonat rurale dhe nga ana tjetër investimin për dy qendra rajonale fillimisht nga 4 në totalitet që parashikohen, një në Bushat dhe një në Krane, pra një në veri dhe një në jug të vendit.